Përshëndetje të dashur miq. Tema e sotme ka të bëjë me narcistët, si t'i dallojmë, karakteristikat e tyre dalluese, sfidat që na ofrojnë, por edhe mësimet e mrekullueshme të jetës. Është një temë shumë interesante. Nëse ju po pyesni veten se cilët janë narcistët dhe nëse doni të dini më shumë rreth tyre që të kuptoni nëse kjo video është për ju apo jo, narcistët janë individ të cilët janë të fokusuar më së shumti tek vetja e tyre. Dhe kjo prej plagëve të ndryshme që ata mund të kenë të mbartura nga eksperiencat të kaluara dhe ndoshta edhe vetë nuk janë në dieni të kësaj, janë individ të cilët gjithkohës kërkojnë validim, gjithkohës kërkojnë konfirmim, gjithkohës kërkojnë që t'i thuash se sa të mirë janë. Janë individ të cilët nuk ju lejojnë shumë kohë, mundësi dhe hapësirë që ju të shprehni veten tuaj lirisht, sepse gjithmonë mendojnë që fokusi duhet të jetë tek vetja e tyre dhe fokusi duhet të jetë tek ajo që ata po thonë dhe tek ajo që ata po bëjnë. Janë ata individ të cilët mund të keq interpretojnë mënyrën se si ju jeni, duke qenë se tentojnë të projektojnë tek ju gjëra që nuk i kanë vetë. Dhe kjo nga një ran ju bën të ndiheni paksa konfuz dhe vërtet të fillojmë të dyshoni, a jam vërtet unë kështu? A është e vërtet kjo që ata po më thonë? Sepse përgjithsisht ta individ mund të jenë individ të cilët janë shumë të afërt me ju dhe ju padyshim që i besoni asaj që po ju thonë. Kështu që nëse ata ju projektojnë diçka që nuk e kanë tek vetja e tyre, patjetër që ju do të filloni dhe do të dyshoni. Pra, në fillim ata do t'ju ofrojnë dashurinë e gjithë botës dhe do t'ju bëjnë shumë të lumtur, por më pas do të fillojnë të shfaqin këto shenja që në momentin që kuptojnë që ju jeni, që i doni, që vëmendja është tek ata, do të fillojnë ndoshta dhe të duan më shumë nga kjo vëmendje. Dhe do të fillojnë më pas që të bëjnë kontrollues ndaj jush dhe duan të ushtrojnë kontroll mbi ju. Dhe gjithashtu t'ju fajsojnë pa patur ju asnjë lloj faji. Nëse ju e keni gjetur veten në njërin prej këtyre situatave apo skenarëve të ndryshëm, do të thotë që keni patur një lidhje apo jeni ende në një lidhje me një narcist. Është vërtet një lidhje shumë e vështirë, është një lidhje karmike dhe ndodh për një synim, pra lidhjet karmike përgjithsisht janë lidhje të cilat ne vim këtu për të takuar me këtë individ specifik dhe është e destinuar që të takojmë, sepse ata duan të na mësojnë mësime shumë të vëra për jetën dhe ne vetë i kemi kërkuar më saktë këto mësime, por sado që është vërtet shumë e vështirë dhe është një lidhje vërtet shumë e vështirë dhe është një marrëdhënie vërtet shumë e vështirë që vërtet mund të lërë disa shenja, disa plagë që më pas duan shërim dhe pas shërimit do të vi dhe pjesa e çmimit tuaj, po e quaj në këtë rast, që mund të jetë njohuri, që mund të jetë mjete të fuqishme që juve mund t'ju ngelen në veten tuaj për t'i përdorur më pas në çdo situatë tjetër dhe të jeni më të fortë se kur. Kjo ishte se për të kuptuar ju nëse kjo video është për ju apo jo. Nëse po, ju ftoj të ndiqni videon për të kuptuar më shumë se si t'i dallojmë apo çfarë të bëjmë në lidhje me narcistët, si të mësojmë mësimin prej tyre, sepse në momentin që mësimi mësohet, kjo lidhje do të zhduket si me magji ose do të distancoheni si me magji ose sepse qëllimi i saj u përmbush dhe nuk kam nevojë që të vazhdoj. Pra, vetë narcistët ndikojnë shumë tek ne duke na bërë të dyshojmë intuitën tonë, duke na bërë të dyshojmë vetë aftësitë tona dhe vetë karakterin tonë dhe duke na veshur disa shtresa që ndoshta nuk janë tona dhe për të mbajtur dhe ne thjesht ndjehemi sikur vërtet ato janë tona dhe i bëjmë pjesë karakterit tonë, por gjithsesi ngjajnë shumë të huaja dhe ne ngjajmë shumë të shtirur. Kjo mund të kalojë deri në një qendër traume dhe ju të ndjeni gjatë gjithë kohës në ndrysni, të ndjeni gjatë gjithë kohës, pra nëse ju keni kaluar në këtë lloj gjendje, do thotë që ndjeni sikur dikush do t'ju fajsoj, papritur dhe pa kuptuar, edhe pse ju nuk keni bërë asgjë. Ndjeni sikur keni dikë që po ju kontrollon gjithkohës, edhe nëse askush nuk është aty. Ndjeni sikur dikush po ju ndjek vazhdimisht progresin tuaj dhe dëshiron vërtet shumë që ju të mos arrini atë që ju doni dhe jeni gjatë kohës në pritje të një pengese, të një vështirësie, të dikush që të thotë që ju s'mund ta bëni. Gjitha këto janë shenja të një traume nga një narcist. Dhe duhet përmendur që kjo lidhje karmike është një lidhje energjetike. Në momentin që ne duam të largohemi, të distancohemi nga kjo lidhje sepse kemi mësuar mësimin tonë, ne mund të distancohemi fizikisht. Por është e rëndësishme të theksohet që duhet bërë dhe një shkëputje energjetike e kësaj lidhjeje, e cila edhe pse në distancë mund të qëndrojë ende ekzistente.
Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhet një shkëputje energjetike. Për këtë, ajo që unë këshilloj shumë është të thërisni kryeangjëllin Michael, i cili ndihmon vërtet shumë në lidhje me prerjen e këtyre kordave apo këtyre lidhjeve energjetike që mund të jenë edhe në distancë. Ju mjafton thjesht që ta thërisni kryeangjëllin Michael, ta thërisni në emër, t'i shprehni mirënjohjen tuaj që po ju ndihmon në lidhje me këtë proces, kaq delikat por kaq të rëndësishëm. Dhe ndoshta ta shkruani në një fletë që faleminderit që po më ndihmon që të shkëputoj marrëdhënie energjetike me këtë individ, sepse mësimin e kam mësuar, faleminderit që po më ndihmon të kaloj në këtë tranzicion sa më mirë të mundur dhe që po më ofron me këtë forcë që unë ta bëj këtë hap, ta ndërmarr këtë veprim. Sepse kryeangjëlli Michael ju pa i sjellë me forcën që ju nevojitet që ju të merrni këto vendime që ndoshta janë të vështira. Sepse ne e përmendur që mund të jenë dhe njerëz që ju i doni, janë njerëz familjar, janë njerëz që ju keni marrëdhënie të ngushta, por në një fazë të caktuar, ndoshta pasi mësimi është kryer, edhe rrugët tuaja do ndahen. Ama kjo lidhje energjetike ngelet, kështu që duhet bërë një ritual i tillë. Nëse ju dëshironi që vërtet të shkëputeni dhe energjia juaj të jetë e pastër dhe të thrisni të gjithë fuqinë tuaj mbrapsht. Ne mund të shkruani që unë të rast të gjithë fuqinë time nga individ, njerëz, vende, të gjithë energjinë që nuk më përket, e kthej në vendin e vet të origjinës dhe gjithçka që mua më përket energjinë time nga njerëz, vende, resurse, unë e therras mbrapsht në veten time dhe në origjinën që i përket. Të gjitha këto mund t'i kryeni edhe në ritualin e hënës së plot, duke qenë se ka të bëjë shumë me kompletimin e një cikli, për nëse ndjeni që keni përmbushur këtë mision specifik dhe këtë mësim specifik, mund ta bëni këtë ritual në fazën e hënës së plot. Por gjithsesi, kurdo që ju ta ndjeni të arsyeshme, do të thotë që është më mirë. Shumë këshilli tjetër është edhe pastrimi i aurës suaj. Si mund ta bëni këtë pastrim? Unë kam folur edhe në videot e mëparshme në lidhje me pastrimin e aurës suaj, dhe pastrimin e energjisë, fushës energjetike që ju rrethon. Pra aura është fusha energjetike që ju rrethon. Kristalet që unë do këshilloja, nëse ju pëlqen të punoni me kristalet, është me që e kam këtu, po ju a tregoj, pra seleniti, duhet ta kem përmendur edhe më përpara. Është shumë fantastik për t'ju pastruar ju në çdo moment, për t'u larguar dhimbjet e ndryshme të trupit dhe për t'u çliruar nga këto bllokime energjetike, si dhe për të pastruar aurën tuaj dhe për ta mbajtur atë të pastër. Duke kaluar tani më tek mësimet e mrekullueshme që narcisët na ofrojnë. Duhet përmendur që nuk duhet parë asnjëherë si një dëshkim, si një ndodhje e keqe, një takim i tillë dhe një marrëdhënie e tillë. Madje duhet parë si një mrekulli në jetën tuaj. Dhe duhet parë si një pikë zgjimi dhe si një thesar i çmuar që ju e kuptoni me kalimin e kohës vlerën e tij. Këto mësime të vyera që ju mësoni nga kjo lidhje me narcistët, do t'i mbani jo vetëm përgjatë gjithë kohës, por do t'ju ndihmojnë në çdo situatë tjetër dhe do t'ju hapin sytë tek e vërteta juaj. Pra e para është që ju si fillim të mësoni t'i besoni vetes, instinktit tuaj, të vërtetës suaj, intuitës suaj. Pa u ndikuar nga ajo çfarë ju thon të tjerët. Ju do të mësoni të vendosni kufi të shëndetshëm, sepse duhet përmendur që narcistët vijnë si një reflektim. Në momentin që ju nuk keni këto kufi të shëndetshëm, gjithkusht do të vijë dhe do t'ju duket shumë e lehtë që juve t'ju kontrolloj, juve t'ju manipuloj, juve t'u bëj të ndoshta të dyshoni veten tuaj dhe të filloni të jepni më shumë se sa merrni. Pra gjitha këto janë disa pasoja të mospatjes së kufive të shëndetshëm. Me kufi të shëndetshëm ne do të kuptojmë momenti që ju vendosni disa rregulla, do të quaja për veten tuaj në të mirën e të gjithëve, por më së shumti në të mirën e energjisë tuaj pa i bërë dëm askujt. Pra ne quajmë kufi të shëndetshëm. Ju po mbroni veten tuaj, energjinë tuaj, sepse nuk e keni ju për detyrë që t'i ushqeni të tjerët me energji, që t'i ofroni nga resurset tuaja. Nuk është detyra juaj. Ju nëse dëshironi e bëni këtë. Dhe nëse edhe personi tjetër dëshiron, mund t'ju akthim mbrapsht këtë nder. Por ju mund ta provoni dhe nëse shikoni që personi tjetër nuk po përgjigjet, në rastin me narcistët, ju do të filloni dhe do të jepni më shumë. Dhe ata do t'ju bëjnë ju të ndjeni sikur nëse juve ju i jepni energji, pozitivitet, ide, çfarë do të qoftë, ajo që ju po ofroni, dashurinë në rastin e lidhjeve. Atëherë ata do të fillojnë t'ju bëjnë të ndjeni të lumtur, do t'ju japin shumë pakës si një shenjë që shiko se kjo që bëre më pëlqeu vërtet shumë. Dhe ju, rreth tjetër do doni të jepni edhe më shumë. Pa e kuptuar që ata s'po ju ofrojnë asgjë. Ju thjesht kërkoni të ndjeni të vlerësuar, ju thjesht kërkoni të ndjeni
pjesë e këtij individi apo të jeni me këtij individi, mos të jeni vetëm. Por të gjitha këto ju duhet ja ofroni vetes në këtë rast dhe ky është një mësim për ju që ju të gjeni atë dashuri që po kërkoni tek vetja, që ju të gjeni atë vlerësim që po kërkoni tek vetja, dhe t'ja ofroni vetes, ta vlerësoni veten, ta bëni veten të gëzuar, ta komplimentoni veten tuaj, t'i ofroni dhurata vetes tuaj. Dhe kështu ju do t'jeni një qenie e fuqishme dhe e plot në vetvete, pa kërkuar diku tjetër për diçka dhe pa patur marrëdhënie varësie te dikush tjetër. Sepse ne nuk duhet të formojmë marrëdhënie varësie në thjesht, do të jemi qenie të plota dhe në balancë. Dhe kështu, patjetër që po, mund të formosh një lidhje shumë të bukur me një individ tjetër që ndoshta është në balancë, por si ty, sepse ne tërheqim me vibracion dhe sigurisht do të jemi në të njëjtin vibrim, por jemi të dy qenie të plota dhe japim dhe marrim në një lidhje shumë të bukur, balance ku ti jep ai sa merr, apo gjithçka është e bukur dhe në harmoni, pa patur disbalanca dhe mosmarrveshje dhe lidhje varësie. Këtu pastaj kalojmë në një gjendje mungese dhe lidhje jo dhe aq të këndshme. Kështu që kjo është një thirrje për ju që të vendosni këto kufi të shëndetshëm dhe të caktoni që është koha për të vendosur këto kufi, është koha ndonjëherë për të thënë jo dhe për të ngritur zërin tim atëherë kur duhet, dhe për të ndjekur të vërtetën time dhe për ta ndjerë të vërtetën time ashtu siç është. Unë ndjej që mjaft është mjaft. Dhe nuk është gabim që unë ta flas të vërtetën time dhe atë që ndjej. Nuk është as pa gabim. Ky është mendimi im, është e vërteta ime, është ndjesia ime. Dhe në momentin që ju bëni këtë, në momentin që ju qëndroni për veten tuaj me këmbë në tokë dhe të fortë, me bindje dhe siguri në atë që po thoni dhe po ndjeni, në momentin që ju flisni për veten tuaj, do të vini re që ata do të stepen. Sepse nuk e kishin pritur këtë reagim për jush. Nuk e kishin pritur që ju të ngrini kryet pa pritur. Nuk e kishin pritur që ju të kundërpërgjigjeni në këtë lloj forme. Dhe kishin menduar që gjatë gjithë kohës ju do të vazhdoni të ushqenit ata. Dhe ky është momenti i stopimit. Sepse ata nuk dinë si të veprojnë tani më me veten tuaj të re që është e fuqishme. Dhe ndoshta do të mundohen të manipulojnë sërish apo të fillojnë sërish me rutinën e vjetër, por ju keni ndryshuar. Dhe sa më shumë ju të qëndroni në të vërtetën tuaj, aq më të fuqishëm do të bëheni me kalimin e kohës dhe aq më e thjeshtë do të jetë që ky mësim të mësohet dhe kjo lidhje gradualisht do të venitet. Sepse kaq ishte mësimi dhe misioni i saj, që juve t'ju bënte të thrisni forcën tuaj, fuqinë tuaj mbrapsht, të qëndroni të sigurt në vetvete, por pa i dëmtuar individin tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse më pas fillon një rreth i cili do të ripërsëritet. Çështja është që të mos reagojmë, që ne të ndalojmë këtë lloj cikli. Të mos reagojmë ndaj asaj që na ofrohet. Të mos reagojmë siç bënim dikur ndaj manipulimeve që një narcis po na bën tani më, por të reagojmë në një mënyrë tjetër. Dhe personi tjetër do të stepet, kështu që cikli u prish. Tani do të fillojë një marrëdhënie e re. Nëse individi ndryshon, kjo marrëdhënie mund të vazhdojë, por nëse ai nuk ndryshon, kjo marrëdhënie mund të stopojë. Dhe është e rëndësishme që të bëhet edhe ndërprerja energjetike, nëse ju dëshironi vërtet të jeni të lirë nga kjo lloj marrëdhënie, se ju do të thoni pse duhet. Po mirë, okay, ju distancuat. Por ju do të vazhdoni ti mendoni shpeshherë. Ju do të vazhdoni ta keni këtë lloj energjie që e ndjeni që dikush është diku aty për ju, duke ju sulmuar, duke ju vëzhguar. Është thjesht çështje energjetike dhe se si e ndjeni. Prandaj është kaq e rëndësishme që ta bëni edhe këtë lloj ndërprerje energjetike, që ju më pas të ndjeni vërtet fuqinë tuaj, cilat kanë qenë mendimet tuaja të vërteta. Do të kuptoni që, hey, unë pas kam qenë komplet një person ndryshe nga sa më është parashtruar nga ky narcis që unë të jem. Sepse tham që ata përpiqen të na ndryshojnë mënyrën se ne shohim veten, por jo me qëllime të këqija, ndoshta sepse ata po projektojnë pjesë nga vetja e tyre që nuk i kanë dhe shpeshherë fajsojnë personin tjetër në këtë marrëdhënie që i ka këto veti. Për shembull, nëse nuk kanë vetbesim, e projektojnë tek ti që ti nuk ke vetbesim, nuk ke konfidencë, nuk e mbaron dot një punë deri në fund. Dhe ndoshta ti fillon ta besosh, por nuk duhet bërë kjo gjë, sepse në momentin që ju bëni edhe këtë ndërprerje energjetike, ju do të kuptoni që ju vërtet i mbaroni punën deri në fund, që ju vërtet keni vetbesim, që ju vërtet keni konfidencë. Dhe do të kuptoni që hey, unë që kam shumë ndryshe, ndoshta e kundërta e asaj që më është parashtruar. Prandaj është shumë e rëndësishme që ju të jeni komplet të lirë nga kjo
lloj marrëdhënie që në fakt ka qenë një bekim në jetën tuaj sepse ju jeni transformuar dhe jeni bërë një person që tani më mund të shndroni vetë me këmbët tuaja, që mund të ecni përpara në jetë, që keni vetbesim të plotë tek vetja dhe te aftësitë tuaja, dhe që askush më nuk mund t'ju manipuloj, nuk mund t'ju konfuzoj, nuk mund t'ju largoj nga e vërteta juaj, nuk mund t'ju cënoj kufijt tuaj që i keni vendosur dhe i keni strukturuar kaq bukur, dhe ju dini tani më se kur të jeni pa kufi dhe me cilin individ të jeni vetja juaj e vërtet, dhe me cilin individ ju të vendosni këto kufi dhe të mos i lejoni që ta kalojnë cakun më shumë se ç'duhet. Pra, ajo që ju duhet të dini është që nëse jeni duke përballur me një narcist, ju nuk jeni një viktim dhe nuk jeni vetëm. Në radhë të parë, unë jam këtu për ju për të ndihmuar në rast se ju keni nevojë, por mendoni që ju jeni një qenie e zgjuar tani më që po thërret fuqinë tuaj. Dhe sigurisht që unë jam këtu nëse ju keni pyetje, nëse ju keni paqartësi, mund të shkruani në komente, në një situatë që ndoshta jeni duke u përballur dhe si po përballeni me të, çfarë kuptuat nga kjo video, ndoshta ju nuk e dini që kishte të bëni me një narcist dhe sapo e zbuluat. Të gjitha këto histori të isha shumë e lumtur ti ndanit në komente dhe ti shqyrtonim së bashku, ti lexonim së bashku, ndoshta të merrni një suport nga ky komunitet dhe nga unë, që keni patur nevojë, një mendim ndryshe dhe thjesht të dashurinë dhe këtë shtysën që mund t'ju duhet që ju të bëni këto vendime të vështira por të dukura. Faleminderit, që jemi në video tjetër.